Igli, çfarë vendosi gjykata? Përshëndetje, Bruna. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj do të vijojë të qëndrojë në qelinë e paraburgimit të burgut të Durrësit ditën e sotme. Gjykata e lartë pasi shqyrtoi rekursin e bërë nga kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, vendosi mos ndryshimin e masës së sigurisë, arrest me burg për këtë të fundit dhe Veliaj do të vijojë të qëndrojë me këtë masë. Kujtojmë që Erion Veliaj kishte bërë rekurs me anë të avokatëve të tij në gjykatën e lartë, ku kërkonte ndryshimin e masës së sigurisë, arrest me burg, me zvendësimin me një masë tjetër më të lehtë, por ditën e sotme treshja e gjyqtarëve e gjykatës së lartë e përbërë nga gjyqtarët Albana Boksi, Sokol Binaj dhe Genti Shala nuk e pranuan pra rekursin e avokatëve të Veliaj, duke lënë në fuqi vendimin e gjykatës së apelit të gjykatës së posaçme të datës 24 shkurt të këtij viti, pra lënien në fuqi të masës arrest me burg për Erion Veliaj. Kujtojmë që kërkesa e Erion Veliajt, kryebashkiakut të Tiranës për ndryshimin e masës së sigurisë, erdhi pas rishikimit nga kolegjet e bashkuara të gjykatës së lartë që i bën vendimit unifikues të vitit 2011 mbi masën e sigurimit të arrestit me burg dhe kozjatjen e tij. Në datë 4 maj, kolegji i bashkuar e gjykatës së lartë vendosi në unanimitet se parashikonte që kufizimi më i rënd i lirisë personale, masa e arrestit me burg duhet të merret pasi më parë të jenë shqyrtuar realisht masat e tjera alternative. Po ashtu kërkohet arsyetim rast pas rasti për personin e përfshirë dhe që të jetë prokuria ajo që të ketë barrën e provës për të justifikuar nevojën e masës ekstreme. Në rastin konkret për zotin Veliaj, masën e arrestit me burg për të cilin gjykata e lartë e ka cilësuar të ligjshëm dhe të bazuar në prova nga prokuroria. Por Bruna, kujtojmë faktin që përveç këtij rekursi, gjykata kushtetuese ditë më parë ka rikthyer në gjykatën e lartë një tjetër kërkesë të kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj për liri, pra për të lënë qelinë e paraburgimit të Durrësit. Sipas kushtetueses, gjykata e lartë në vendimin që duhet të rimarr për kryebashkiakun e Tiranës zotin Veliaj do duhet të arsyetoj a është proporcionale masa arrest me burg në raport me pozicionin që Veliaj ka si kryebashkiak. Por vendimi i sotëm i gjykatës lartë për Veliajn, pra për lënien në fuqi të masës së arrestit me burg për këtë të fundit pasi ka bërë rekursin, është një vendim i rëndësishëm për të lënë një precedent edhe të mëtejshëm lidhur me zyrtarët e tjerë të lartë të arrestuar nga prokuroria e posaçme, tashmë janë në gjykim nga gjykata e posaçme për vepra të ndryshme penale, pasi nëse Veliaj sot do të lihej pra në një masë më të butë pra sigurie, atëherë edhe zyrtarët tjerë të lartë do kërkonin të njëjtën arsye për të njëjtën fakte në gjykatën e lartë, do të bënin rekurs për zvendësimin e masave të sigurisë së tyre, pasi ende qëndrojnë në qelitë e paraburgimit dhe vendimi i sotëm i gjykatës së lartë lidhur me kërkesën e Veliajt ishte krijimi një precedenti në vijim. Po, kështu që edhe vendimi unifikues dhe orientues si kolegjeve të bashkuara nuk ka ndikuar në vendimin e sotëm të gjykatës së lartë që ka rrëzuar rekursin e Erion Veliajt. Mbetet në fuqi masa e sigurisë arrest në burg. Igli Çelmeta, të falenderoj për informacionet që na përcolle për vendimin më të fundit të gjykatës së lartë, që gjatë ditëve në vazhdim do të ketë edhe një argumentim të këtij vendimi nga kjo gjykatë. Dhe këtu kemi ardhur në fund të A2 Puls për sot. Për të tjera zhvillime, ju mund të na ndiqni në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Bashkë kthehemi nesër në orën 12 deri atëherë, mirupafshim.